Unë inflamorshale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern. Dhe japim sim online në matematik. E kem ditën e martë 13 korrik 2021. Dhe jem të detyra 9A. Dhe kjo detyrë është pak një detyrë ndoshta pak jo e zakonshme, apo jo e zakonshme. Është pjesë e matematikës. Thjesht është pjesë e matematikës, lidhet pak a shumë me informatikën. E kem një do të kem këtu kem këtu disa banesa apo disa shtëpia. E kem këtu një shtëpi, dy shtëpia apo shumë personalti. 3 shtëpia, 4 shtëpia, 5, 6 shtëpia. Të thotë kem këtu dy rreshte, dy linje, dy rreshte, dy rreshte, rreshti parë, rreshti dytë, dy rreshte, do të thotë 2 Reihen. Dy rreshta, edhe i kem në çdo rresht 3 shtëpia. Në çdo rresht 3 shtëpia. Do të thotë në rreshtin e parë 3 shtëpia, në rreshtin e dytë 3 shtëpia. Do thotë 2 rreshta me 3 shtëpia. Sa kryqëzime dhe sa rrugë ndërlidhëse i kemi në këtë rast. Rrugë ndërlidhëse janë këto, do thotë një rrugë ndërlidhëse në horizontale dhe 2 rrugë ndërlidhëse në vertikale. Do thotë po shohim se ekziston një lidhje me numrin e rreshtave dhe numrin e shtëpiave. Do thotë ndërmjet 2 rreshtave i kem 2 rrugë apo e thrasim rene, apo rene, apo i thjeshtësojmë gjërat. Dy rrugë ndërlidhëse. Thotë kem këtu ndërmjet 2 rreshtave kem një rrugë ndërlidhëse, do thotë kem këtu 2 minus 1 rrugë ndërlidhëse. Rene, po e shkruajmë këtu. Dhe ndërmjet 3 shtëpia i kemi 2 rrugë ndërlidhëse. 3 minus 1 rrugë ndërlidhëse. Dhe bashk këtu janë, do thotë 2 minus 1 është 1, apo është këtu. Janë 2, do thotë shuma e të gjitha rrugëve ndërlidhëse është do thotë kjo. Është barazi
2 minus 1 plus 3 minus 1. Dhe kjo është 1 plus 2 apo 3. Dhe të thotë kjo është metoda jonë me të cilën i kalkulojmë rrugë ndërlidhëse. I marrim numrin e rreshtave dhe numrin e shtëpiave. Çdo herë minus 1. Si shembull, si kem 7 rreshte të shtëpiave 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa rrugë ndërlidhëse janë? Është 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa rrugë ndërlidhëse janë? Janë 6, të thotë 7 minus 1. Do të thotë numri i rreshtave minus 1. Ndërsa, sa shtëpi kemi në çdo rresht? Po themi kemi 4 shtëpi. 1, 2, 3, 4, deri poshtë atje. 1, 2, 3 rrugë ndërlidhëse, do thotë 4 shtëpi minus 1, 3. Na mund do thotë dhe të krijojmë një lloj formule, do thotë shuma e rrugëve ndërlidhëse është barazi kolumnat apo linjat minus 1 plus kolumnet minus 1. Linjat janë rreshtet dhe kolumnat janë, do thotë do të thotë pjesa vertikale. Mirë, kjo është formula për do të thotë rrugë ndërlidhëse. Kjo është e para. Pastaj e dyta. Sa kryqëzime i kemi? Kryqëzimet kalkulohen këtu. Do të thotë këtu e kemi një kryqëzim dhe këtu e kemi një kryqëzim. Do të thotë nëse dojmë aty ku për shembull mund të ndërtojmë një rreth. Tani ndërmjet shtëpiave nuk ndërtojmë çdo vend aty një rreth, nuk ka kurrë kuptimi, por ne po thëmë aty do thotë aty ku i kemi kryqëzimet, aty mund të kryqëzimet të kryqëzimi mund të ndërtojmë një rreth, për shembull, Shohim aty kryqëzimet, sa kryqëzime janë? Janë 1, 2. Tani si është formula për numrin e kryqëzimeve? Po e marrim edhe shembull tjetër. Nëse i kem këtu, do thotë kjo është hyrja në detyrë. I kem këtu 4 rreshta. 1, 2, 3, 4 rreshta dhe i kem 4 shtëpia, do të thotë 4 linja dhe 4 kolona. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tani sipas formulës tonë, kem këtu rrugë, do të numri i rrugëve ndërlidhëse është shuma r n është barazi, i kem 4, do të thotë L minus 1 plus K minus 1 apo C, kolom, është më bërë kolom, si në gjudën me të finu. Dhe kem 4 linja, 4 minus 1 plus 4 kolumna. 4 minus 1 gjithashtu. Dhe kjo rezultat në 3 plus 3 apo 6. Të të kem 6 rrugë ndërlidhëse. Është kjo korekt? Po. Formula jonë do thotë atje naltë është në rregull. Atë do e përdorim për kalkulimin e detyrave. A është kjo korekta? E ngjejmë shkurtimisht. Një rrugë ndërlidhëse 2, 3 rrugë ndërlidhëse. 4, 5, 6 rrugë ndërlidhëse. Do thotë
formulën atje e kem edhe e kem vërtetu, pak a shumë. Dhe tani shkojmë te kryqëzimet. 1, 2, do të thotë këtu ku mund të vendosim një rreth. 3, 4, 6, 8, 9 rrethe, 9 kryqëzime. Tani na duhet dhe një formulë për kryqëzimet. 9, këtu poshtë kemi 9, në altë kemi 3. Nëse në fakt këtu po shohim se shuma e kryqëzimeve apo rretheve, që mos të përzdim me këtë kejnë këtu në altë. Apo japim këtë formë. Do të numri kryqëzimeve është L minus 1 multiplikuar me K minus 1. Në rastin e parë është një herë, do të thotë, këtu. Në rastin e parë kem këtu, sa linja kem këtu 2, sa rreshtë 2, sa kolona 1. 3. Do të thotë kemi 3 rande me shtëpia, 2 rreshtë me 3 rande shtëpiash. Që i bjen 2 minus 1 multiplikuar me 3 minus 1. Kjo rezulton në 1 herë 2 apo 2. Dhe këtu poshtë kem 4 minus 1, do të thotë kemi 4 rreshtë multiplikuar me, do të thotë çdo rand një shtëpi. 4 minus 1. Dhe kjo rezulton në 3 herë 3 apo 9. Këto janë do të thotë të informatat hyrëse, dhe tani dalim të detyra. Këtu i kem 4 rreshta me 4 shtëpia. Do të thotë çdo rreshtë 4 shtëpia. Pa 16 shtëpi kem këtu poshtë. Dhe do të dikon mund të shkruajmë dhe numrin e shtëpiave, pa ajo është thjesht. Apo numri do të thotë shuma e shtëpiave, shtëpiave është L, rreshtet multiplikuar me, do të thotë numrin e shtëpiave brenda një rreshte, L herë K. Tani pyetja A është kjo. Sa rrugë ndërlidhëse janë, nëse i kem 10 rreshte me 5 shtëpia. Sa është numri? Do të thotë 10 rreshte me 5 shtëpia. Shuma do të thotë e rrugëve ndërlidhëse kërkohet. Shuma rrugëve ndërlidhëse është barazi L minus 1 plus K minus 1. Sa linje i kemi këtë rast? I kemi 10 linje minus 1 plus K, kolona, do thotë në çdo rresht ndërtuan 5 shtëpia, apo janë ndërtu 5 shtëpia, 5 minus 1. Dhe kjo rezulton në 9 plus 4 apo 13 rrugë ndërlidhëse. Ky është rezultati jonë. A është kjo korrekt? Ndërtojmë. Do të kemi këtu një shtëpi, një rresht, rreshti i dytë, i tretë, i katërt, i pestë, i gjashtë, i shtatë, i tetë, i nëntë, dhe s'po kemi vend poshtë atje, i 10 këtu në altë. Dhe sa shtëpi për çdo rresht 5, 1, 3, 4, 5. Tani nëse shkojmë dhe i plotësojmë këto deri poshtë atje, e shohim që i kemi një rrugë ndërlidhëse këtu, pastaj këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13 rrugë ndërlidhëse, ashtu si që kemi parashiku. Mirë.